Gjia jetën Donald Trump kërcënon Macronin, i thotë, në rasta se thotë ti nuk bësh pjesë e bordit të paqes, thotë, ta kesh parasysh që do lesh karringen shumë shpejt, edhe do të rrasë një tarif për 200%. Edhe të shikoshe mesazhet e shqiptarëve, mesazhet e shqipove tona që bëjnë shumë sikur marrin vesh. Ne, folim dhe ne, ku japim dhe ne mendim. Ky është i çmendur, ky është i marr, ky po ja fut vetes tani. Të shipet ku ti jom ne vllane. Ky ministri jon kur del atje që djem një gjë kështu për shtyp, thot do ju japim thot pasaporta ndërkombëtare. Do ju bëjmë ndërkombëtarisht të ikni të gjithë tani në gjithë vendin e juaj. Ku dim neve të bona kena i Trump për shembull. Që Trumpi thot do largojmë emigrantët, do bëjmë Amerikën e erë nga fillimi, do japim mundësi më mira shkollimi, do japim të rinjve amerikan më shumë buxhet, më shumë mundësira, më shumë para, do pastrojmë ato njerëzit që bëjnë krime tjera. Ku dim ne nga këto gjëra me dal presidenti për shembull, edhe me fol se si me bo vendin më të mirë. Ne na mësu me fol për ujë, s'ka ujë këtë javë, s'ka pas drita. Kështu gjonash, prandaj këto të dritave, i njëjti popullsi që ka zgjedhur ta kërma që kanë 35 vjet, që kanë harruar fare se çfarë do të thonë ketë bole lideri i vendit tat, këta janë ata që japin më shumë mendime, më shumë opinione.